Në atë moment ka ardhur dikush prej ushtarëve më nalt që ka qenë, edhe i ka thënë komandant Kapuçit diçka në vesh. Edhe më ka pyet komandant Kapuçi si është gjendja poshtë. Atëherë ato që i kom pa edhe i kom treguar, kështu. Pse nuk i hapin, nështë harrova në fillim me thënë se komandant Drini ka thënë me mbyll radiolidhet ata që kanë radiolidhje, por radiolidhje kanë pas vetëm komandantët, jo ushtarët. Vetëm në rast luftime, në rast se bim prit me hap. Edhe tash këtë pjesë e harrova në fillim. Edhe po më pyet komandant Kapuçi pse nuk pe hapin radiolidhjen as Drini as Mahiri. Thash Mahiri është i plagosën, nuk e dija a është se që kishtë në gjendje me ju kujtu që duhet me hap radiolidhen. Kurse Drini thash është të mbrojt Mahirin për me tërhjek, edhe po gjurën edhe me nitroglicerin, me ato topat e dorës, po gjurën edhe me zola dhe me këto kallasha normal gjithë kemi gjuhë, po komandant Drini ka gjuhë edhe me nitroglicerin. Për me asgjësu ato flakat që po thamë unë se nuk e kemi pa ushtarët e armikut na veç flakën. Edhe me zol ka gjuhë në aty e ka rrok pikërisht venin prej ku i dilke flaka. Edhe me atë nitroglicerinën. Edhe atëherë komandant Kapuçi tha që unë i kom thënë në rast se bim prit duhet me hap radiolidhet më marrë vesh çka me ba. Unë thash nuk di këtë shka i di, thash ti tregova. Në atë moment ka ardhur dikush prej ushtarëve më nalt që ka qenë, edhe i ka thënë komandant Kapuçit diçka në vesh. Edhe ky filloi ti me atë nervozën e tina, filloi ti me më ngrit dhe të piskat më ngrit për pjetë me shku. Edhe në tjertë tham ta shojmë shka po ndodh më nalt atje, mas tyne. Momentet tu afrua, hala unë nuk e më afrua as Hansi, as Afrimi, as Rifati, hala pa më rrinja atje. Atëherë kanë fillu armisht prej naltit më në gjujt. Do të thotë, prita që ka qenë në formë patku, është të bu, është afru. Dhe kur është afru ata, po, kur e në afru ata, atëherë kanë fillu edhe prej mrapit më në gjuj, jo vetëm këta për para. Aty në ato luftime, normal, gjithë ushtarët kanë fillu me gjuj, po, kur gjyshen kraun e majt, të vishin plumat mas shmine për i kraut djath. Kur ktheshin kraun e djath, vishin plumat mas shmine për i kraut majt. Do të thotë për i tananve. Aty është vra dhe komandant Kapuçi, Lavdi qoftë ati, janë vra dhe shumë ushtarë të tjerë.